Sa Zoti fuqiplot i kemi, po mendoj, na i ka paraqit alternativat me të cilat ne do të përballemi në rast se gabojmë. Ato alternativa janë kështu. Zoti na fal. Fjala është edhe nëse nuk kërkojmë falje. Për arsye se nëse kërkojmë falje, kjo është pa alternativë se Zoti na fal. Pra çfarë do lloj mëkati që të kemi bë? Njerëzit nganjëherë ngatrojnë këto disa citate kuranore, sidomos atë ku flitet se Zoti nuk e fal idhujtarin. Zoti nuk e fal idhujtarin nëse njeriu vdes pa u penduar prej saj. Përndryshe ne kemi kolosët e Islamit, një numër i madh i sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që para se të bëheshin muslimanë ishin idhujtar. Edhe ata u penduan prej idhujtarisë dhe atë idhujtari Zoti u afali dhe i shleu të gjitha xhurmët e saj. Pra, cili do mëkat, cili do krim, nëse njeriu pendohet, pa alternativë Zoti e fal. Thjesht pendimi duhet të jetë i sinqert. Por nëse mëkatojmë, gabojmë, edhe akoma jemi shpërfillës, nuk na shkon mendja që të pendohemi, këtu i kemi dy alternativa. Njëra është se Zoti të fal. Pra Zoti e fal atë që do. E dyta është se Zoti ndëshkon. Por ndëshkon vetëm në atë masë sa njeriu e ka merituar dhe prapë mbetet alternativë e kësaj alternative ose nën alternativë, ajo që Allahu i lartëmadhërisht thotë në Kur'an, o ya'fu an kathir. Megjithatë, prap shumë gjana Zoti i shpërfill. I shpërfill, pra nuk i merr robërit në përgjithësi ose nuk i trajton sipas meritave të tyre, nga se thuhet në Kur'an se sikur Zoti i trajtonte njerëzit ashtu si e meritojnë, shumë gjëra do të shkatërroheshin edhe shumë gjëra të mira nuk do të mbetej hapësirë që të ndodhnin.